Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Festat e fundvitit kanë sjellë rritje çmimesh të frutaperimeve për qytetarët. Këtë vit do kemi më pak produkte në tavolinë se nuk i blejmë dot, thon ata. Pak ditë na ndajnë nga festa e fundvitit, e cila ka sjellë rritjen e çmimeve në tregun e pakicës së frutaperimeve pranë stadiumit. Qytetarët nuk po munden të blejnë produktet që dëshirojnë për tavolinën, pasi nuk i përballojnë dot shpenzimet. Të moshuarit janë ata që e vuajnë më shumë këtë problematikë që përsëritet çdo vit, se pensionet janë të pamjaftueshëm për të përballuar blerjet. Nuk e ham çdo ditë frutat dhe perimet, vetëm për festa i blejmë, edhe pse këtë vit do kemi më pak produkte në tavolinë, thon ata. Janë rritur çmimet të vjetra. Ka qenë 800, ka vajtur 1000. Tomate ka vajtur 1000. Molla ka qenë 800, ka vajtur 1000. Kjo është. I përballoni do të çmime? Pensionista çfarë do bësh? Do vit rritën, edhe në markete janë rritur. Uji glinës ka qenë 500, është bërë 550. Fanët ka qenë 1000, janë bërë 1300. Llogaritja. Çfarë bëhet? Vetëm rrit. Ne nuk naqem asnjëherë birë se s'kemi, po Shtrenjtë. Ke mundësi të blesh? Një lloj si të marrë në pak. Të marrë në pak, pa hiç nuk do rrit. do qesë më gra. Për mua që të themu që këto ka qenë gjithë njerë, kështu ka qenë çmime. Ka i që i përballojnë, ka që si përballojnë, se të gjithë njerëzit vjenë që i përballojnë, së përballojnë, mirja. Tregtarët pohojnë se çmimet janë rritur për prodhimi vendas edhe të importit, sidomos frutat, dhe kjo gjë ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse. Ata gjithashtu ankohen edhe për kushtet jo të përshtatshme të tregut ku punojnë. Çmimi janë rritur pak. Nuk është ajo që ka qenë domethënë para një jave, edhe shtimi. Janë rritur edhe të vendit, edhe të jashtme. Janë rritur. Ka fuqi blerëse? Si veshkruaj. Ka rënë? S'ka. Janë gjithë moshe të retë, s'ka. Nuk kanë në lekë, po kuj s'ka. Edhe ata që janë kanë një gofare, kemi ngell neve tani. Më shumë ka tregtar, se sa blerëse. Nuk ka ka vajtë aty ku s'man marrë. Ja dhe ne që po rrim këtu, ja rrim që kon janë. Tani eq fest, prak festash, edhe presim, nuk ka. Kushet janë mizerabel. S'ka as policia as zje. Shikon janë ka dalë një jashtë. Dhe e di që o borë në betë tregu, që o bë, o dalë jashtë. Ne rrim të brana tani, presim. As polici bashkjake, as zje nuk vejdor njëri këtu. Rrethi i Lushnjës është prodhuesi frutaperimeve, por ky fakt nuk ndryshon realitetin e çmimeve që rriten në rast të festash dhe pamundësinë e qytetarëve për t'i blerë. Në mbledhjen e fundit për vitin 2025, Këshilli Bashkiak Divjak ka diskutuar dhe miratuar buxhetin për vitin 2026. Këshilli Bashkiak Divjak ka zhvilluar mbledhjen e fundit për vitin 2025, në të cilën është diskutuar dhe miratuar ndër të tjera edhe buxheti për vitin 2026. Në mbledhjen e drejtuar nga kryetaria e Këshillit Liri Biti, fillimisht është diskutuar krijimi një shoqërie me aksione 100% të bashkisë, e cila do të administrojë tregjet dhe asetet e bashkisë. Kompania që do të mbajë emrin tregtar Rjela do të administrojë edhe kabinat e plazhit Divjak, të cilat nuk sjellin të ardhura prej 35 vitesh. Më pas u diskutua projekt buxheti i bashkisë, të cilin e prezantoi drejtori i financës Xheladin Brakholla. Me 14 milion euro dhe me një rritje prej 27% më shumë se sa buxheti i vitit paraardhës, ky buxhet do të shkojë kryesisht për pagat dhe sigurimet e 488 punonjësve të bashkisë, si dhe për shpenzime operative dhe investime. Jemi munduar që të shpërndajmë këto ardhura, të cilat ndahen në paga, shpenzime operative dhe investime. Pasqyrat për buxhetin i keni përpara, mirë është përqendrohemi themun tek pasqyrat makro, do me thonë tek pasqyrat që do japin një ide të qartë në përqindje se sa pesh specifike zë secili zë në totalin e buxhetit për vitin 2026. Projekt buxheti për vitin 2026 parashikon investime me vlerën e 1.2 milion eurove, nga të cilat 50% do të shkojnë për shtrime rrugë, duke bler binder edhe asfalt. E vetë që unë mund të premtoj sot është kjo, që të paktën në një kohë caktuar, nuk e di një muaj më shumë, të paktën të japim sinjalla në mbledhjen tjetër.
në këtë valë të madhe lëvizje që kemi këtë muaj, që kemi pasur, nuk e kam pasur këtë mundësi, sepse e kam vënë punë për të bërë të projekte që kemi me shpejtësi të madhe. Pra, duhej, a ideali ka punuar kaq ditë për Sharnecin, për Grabianin, dhe aq që është një që ne nxjerrim këtu, do të thonë të tjetër. Pra, jemi me vonesë të premtoj që do të jenë të gjitha transparente. Edhe pse pati kundërshtime më shumë nga radhët e këshilltarëve të pozitës se sa të opozitës për mënyrën se si do të procedohet për investimet, projekt buxheti kaloi me 13 votat e pozitës dhe 6 të opozitës të ndodhur në sallë. Abuzuan me lejet. Prokuroria e Fierit çon në gjyq ish drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier dhe 6 specialistë të këtij institucioni. Ish drejtori i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier dhe 6 specialistë të këtij institucioni u dërguan në gjyq nga Prokuroria e Fierit për dyshimet se kanë shpërdoruar detyrën. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim drejtorin dhe disa specialistë të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër, të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, është provuar se të pandehurit kanë vepruar dhe mos vepruar në kundërshtim me ligjin, duke mos përmbushur rregullisht detyrat funksionale, pavarësisht rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit dhe auditimeve të brendshme të Ministrisë së Mjedisit. Hetimet kanë zbuluar se drejtori dhe specialistët e agjencisë kanë miratuar dhe refuzuar leje mjedisore të tipit C në shkelje të kritereve ligjore dhe nënligjore, pa kryer verifikime në terren dhe në disa raste në mungesë të dokumentacionit të detyrueshëm. Gjithashtu është konstatuar aplikimi i standardeve të ndryshme në vendimmarrje, duke favorizuar disa subjekte dhe penalizuar të tjera pa bazë ligjore. Po ashtu, një numër i konsiderueshëm subjektesh të pajisura me leje mjedisore nuk kanë dorëzuar raportet e detyrueshme të vetë monitorimit, ndërkohë që Agjencia Rajonale e Mjedisit nuk ka ndërmarrë masa për pezullimin apo revokimin e lejeve siç e parashikon ligji. Në përfundim, prokuroria ngriti akuzë dhe dërgon për gjykim të pandehurit. AV, ish drejtori i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier, BF, EB, EZ, EB, VG dhe specialiste monitorimi në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër dhe PT specialist finance në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër. Kryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, ka bërë sot bilancin e Gjykatës së Lartë. Ai tha se stoku i dosjeve u ul në 61%, por presioni në Gjykatën e Apelit rrezikon sistemin. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dha sot një deklaratë para mediave për bilancin e Gjykatës së Lartë për vitin 2025. Stoku i dosjeve është ulur në 61%, duke treguar përmirësim në menaxhimin e ngarkesës të AI, por u tregua kritik sa i përket reformës në drejtësi, pasi sipas tij nuk po funksionon siç duhet. Sadushi nënvizoi se bashkëpunimi ndërkombëtar është rritur dukshëm, por paralajmëroi se çdo ngarkesë krijuar në shkallë të parë dhe apel mund të bëhet problem për gjykatën e lartë. Sadushi u ndal edhe te kodi penal, ku tha se ka nevojë për një diskutim shumë më të gjerë, pasi është akti më i rëndësishëm pas kushtetueses. Rezultati i arritur është produkti një volumi pune të jashtëzakonshëm, i disiplinës institucionale dhe i një strategjie të qëndrueshme. Kështu në 5 vitet e fundit janë dhënë 39.269 vendime, duke e reduktuar backlogun në 14.081 çështje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë dhënë 6.866 vendime, për cilave 2.506 nga kolegji administrativ, 2.395 nga kolegji civil dhe 1.975 nga kolegji penal. Këto shifra nuk përfaqësojnë një normalitet gjyqësor, ato janë stërmundim profesional dhe dëshmi se gjykata e lartë ka ruajtur funksionimin e sistemit nën presion të vazhdueshëm strukturor. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Nuk ka kaluar testin e pranueshmërisë 60% e rekurseve në kolegjin civil, 71% në kolegjin administrativ dhe 82% në kolegjin penal. Përjedhoj koha gjyqësore po shvenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Në këtë atmosferë presioni strukturor, Gjykata e lartë ka garantuar funksionimin e sistemit përmes përgjegjësisë institucionale dhe punës intensive, pavarësisht mungesës së kapaciteteve reale. Kjo është sfida thelbësore e drejtësisë sot, jo thjesht të funksionojë fal përpjekjes së jashtëzakonshme të njerëzve, që e mbajnë në këmbë, por të garantojë që ky funksionim të jetë i qëndrueshëm. Një sistem nuk mund të mbështetet pafundësisht në sakrifica individuale. Pa politika për njerëzit, pa investim në kapacitetet njerëzore
dhe pa vizion afatmesëm nuk ka drejtësi që reziston. Pjesa më problematike e reformës në drejtësi e zbatimit të saj është gjykimi në kohë i çështjeve. Pra, apo problematika është tejkalimi i afateve të arsyeshme. Kjo është shumë e vërtetë dhe kjo vjen për shkak të numrit të pakët të gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe të numrit të pakët të stafit përkatës. Partia Lëvizja Vetëvendosje me kryetar Albin Kurtin fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u zhvilluan të dielën në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës doli forcë e dytë. Kosova të dielën mbajti zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe nga rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje është partia fituese duke siguruar 56 deputet. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, Lidhja Demokratike e Kosovës e treta dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë partia e katërt. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në fjalën e tij pas zgjedhjeve shpalli fitoren e LVV-s, duke thënë se ajo është rrugës për të bërë partia më e madhe ndonjëherë në historinë e Kosovës. Fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Ftoi nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm, por siç e kam thënë edhe mbrëm në një emision në radio televizionin e Kosovës, paraprakisht do të ulem të bisedoj me presidentin aktuale dhe më pastaj do të ndërmarrim edhe hapat e ardhshëm në mënyrë që të ecim përpara bashk, sepse dihet që si për marrëveshjet ndërkombëtare, ashtu për zgjedhjen e presidentit është e nevojshme që të qëndrojnë së paku 80 veta në sallë edhe nëse votojnë kundër. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku mori përgjegjësinë për dështimin që partia e tij e ka psuar në këtë zgjedhje. Dua të falenderoj dhe kundërshtarët tonë politik për garën, t'ju uroj fituesit, sepse Kosova ka nevojë për demokraci funksionale edhe kur nuk jemi dakord për gjëra substanciale. Rezultati i LDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment të reflektimi thellë i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik. Kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë. Kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë të gatshëm të bëjnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo e sotmja. Kina ka vendosur rregullore të rrept për shërbimet e inteligjencës artificiale që angazhojnë përdoruesit emocionalisht. Autoriteti kinez i sigurisë kibernetike ka nxjerrë për konsultim publik rregulla të reja që synojnë rregullimin më të rrept të shërbimeve të inteligjencës artificiale që simulojnë personalitetin njerëzor dhe krijojnë ndërveprime emocionale me përdoruesit. Draft të rregullat parashikojnë që ofruesit e këtyre shërbimeve të paralajmërojnë përdoruesit për përdorim të tepruar dhe të ndërhyjnë në rastet kur vërehen shenja varësie ose emocione ekstreme. Gjithashtu kompanitë do të kenë përgjegjësi për sigurinë gjatë gjithë ciklit të jetës së produktit, përfshirë kontrollin e algoritmeve, sigurinë e të dhënave dhe mbrojtjen e informacionit personal. Rregullat ndalojnë gjithashtu krijimin e përmbajtjeve që rrezikojnë sigurinë kombëtare, përhapin thashetheme apo nxisin dhunë, duke theksuar fokusin e Kinës në sigurinë dhe etikën në zhvillimin e inteligjencës artificiale për konsumatorët. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.